Përshëndetje, miqteni. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje. Jeni në një lidhje të komplikuar, jeni larg. Personi i zemrës tuaj e ka kuptuar që të ka lënduar? E ka kuptuar që të ka zhgënjur? Se këtë ta zbulojnë me anë të letrave tarot. Pra, ky person e ka kuptuar që të ka zhgënjur, është penduar. Mbreti i shkopive më tregon që ky është një person pak i ftohtë, pak i tërhequr, që nuk t'i shpreh fjalët e tij, ato që ai ka brenda vetes tij, pra problemet, hallet që ka brenda vetes. Pra, është i tërhequr, është fjalë pak, i mban për brenda gjërat që ka për të t'i thënë. Është i rrethuar nga njerëz pak të vegjël në mendje, nga njerëz me shpirt të vogël, nga njerëz jo të mirë. Ka shumë mendime pozitive për t'i mbledhur në tuf dhe për t'i mbulur diku, për të krijuar diçka serioze me ju, me ty. Është i dashuruar me ty dhe ka kuptuar që të ka lënduar, që të ka zhgënjur. Ky do drejtësi dhe barazi në këtë histori dashurie. Është i dashuruar me ju. Pra, ti dhe ky, personi i zemrës tënde, jeni në një lidhje të fortë emocionale. Keni pasion, keni energji pozitive, keni emocione të forta, dashurie. Dhe ky ëngjëll do t'ju mbroj në rrugtimin e jetës tuaj drejt pamjes së kësaj piramide. Ky person shumë shpejt është i fokusuar shumë te puna, shumë shpejt do t'i rregullojë gjërat që ai ka, problemet e tij, dhe do t'i rrjedhë monedat pal punës së tij. Është i përkushtuar shumë tek puna. Dhe ty është shumë i lënduar, shumë i zhgënjur, pra e ka kuptuar që ka gabuar me ty dhe për ty të shikon si një mbretëresh e shkopive. Një femër që është shumë e sinqertë me të, që i fal dashuri pa kushte, pa kompromis, pa interes. Pra, ky person i zemrës tuaj e ka kuptuar që të ka lënduar dhe të ka zhgënjur dhe do t'i rregullojë shumë shpejt gjërat, marrëdhënien tuaj me ju. Me kë rezonon kjo histori dashurie? Me binjakët, me gaforen, me shigjetarin, me ujorin, me peshoren dhe me virgjëreshën. Kurse nga me gërmat e alfabetit të emrit apo të mbiemrit tuaj është energji e përgjithshme dhe nuk mund të rezonojë me të gjithë. Me gërmën Q, X, gërmën P, G, V, gërmën Z, Z, Q, F, J, K, Gj, I dhe gërmën D. Faleminderit shumë, miqteni.